Safaj, kauza që na bashkojnë dhe që na ndajnë, sepse është krijuar pak kjo që ne po ndaleshim pak sekonda më parë, pra bashkimi i madh dhe jo ndasit. Nëse vërtet flasin për një protestë qytetare, të rinj që kërkojnë largimin e qeverisë, a mund të shihet kjo protestë ose pjesëmarrësit e kësaj proteste me ngjyra politike, apo do të shihen gjithë si shqiptar për banje të keqe? Se është krijuar kjo pak ditët e fundit. Po një prej fitore më të mëdha të propagandës së rilindjes kanë qenë, unë i kam shpjeguar në dy, kanë qenë dy fitore shumë mëdha. E para është mos e bëni politike, e dyta është fajin e Kasaliu. Kjo janë fitore të propagandës. Çdo gjë është politike. Ti mund të jesh si shqiptar, por dhe përfaqësimi jot i kombit shqiptar është një përfaqësim politik. Sepse ti do sjellësh aty vizionin që ti ke për çfarë është një shqiptar, si duhet sillet një shqiptar, cili është roli i shqiptarit në mirë funksionimin e institucioneve shtetërore dhe në mirë funksionimin cili është roli i tij në shoqëri si individ apo si pjesë e një grupimi social. Në këtë drejtim çdo gjë që ne bëjmë është politikë. Dhe shumë interesante sepse politika e Dirama të mbyt me politikë, të mbyt me akte politike, me akte ligjore të cilat pasojnë mendime politike, por na pa mundson neve përgjigjen me politikë. Është bërë si fjalë e pistës, nëse më lejoni kjo idea është politike apo jo. Ti mund të jesh si shqiptar aty, por kjo nuk të pengon ty që të kesh mendime politike. Dhe kjo nuk të ndan ty, sepse nuk kemi armiq me njëri tjetrin. Jemi persona që kemi vizione të ndryshme se ku duhet shkojë shteti shqiptar. Dhe nëse e shihni, antarët e FRPD-s kanë treguar edhe aty një nivel shumë të lartë qytetarie. Nuk jemi ne ata që anatemojnë, nuk jemi ne ata që përjashtojmë, nuk jemi ne ata që sulmojmë. Ne jemi aty pavarësisht anatemimeve për të arritur një qëllim i cili është një qëllim i joni i viteve, i 10 vjeçarit fundit që është largimi i Tiranës. Më pas do bëhen zgjedhje. Se duket sikur jetojmë në një vend apolitik, se është kjo një fitore, kjo mos e ktheni politikët që non ta kthej shoqërinë shqiptare në shoqëria politike. Por nëse Edi Rama i rrëzohet nga pushteti, ai do kandidojë përsëri në zgjedhje. Dhe vetëm në zgjedhje largohet përfundimisht. Sigurisht, në demokraci nuk mund të bësh imponime, as nuk mund të imponosh se kush është opozita, kush është mazhoranca. Dhe kur ai ka fituar këtë betejë, i ka pamundsuar edhe një pjesë protestuese, se nuk janë gjithë protestuesit, por është një pjesë e zhurmshme e protestuesve, i ka mundsuar atyre që t'i ndajnë njerëzit. Ndërkohë që nuk është momenti për të ndarë. Protesta është momenti për të bashkuar, momenti për të ndarë, pastaj është momenti i zgjedhjeve që duhet dhe që do të pasojnë. Dhe vetëm duke respektuar këtë dinamik mund të jetë e suksesshme protesta. Sepse edhe një herë, dhe po dha dorëheqjen Tirana nuk do hiki nga vendi sa dha dorëheqjen. Mund të kandidoj përsëri dhe do kandidoj përsëri nëse ndodh dhe shpresoj vërtet që ndodh largimi i tij. Dhe vetëm në momentin e artikulimit politik të ideve, të artikulimit politik të një projekti për Shqipërinë, ndodh largimi përfundimtar i Edi Ramës. Dhe më lejoni t'ju them diçka, dhe t'ju them diçka gjithë protestuesve që na dëgjojnë. Do vi një ditë ku largimi i Edi Ramës do na duket gjëja më e lehtë që kemi pasur për të bëjë. Se ju e thatë, vështirësia e rindërtimit të shtetit, vështirësia e shërimit të plagëve që ka psuar Shqipëria do të jetë shumë herë më i vështirë se sa çdo jetë rrëzimi i Edi Ramës. Dhe ne këtë do ta marrim gjithmonë në mendje. Nuk do të bim pre një euforie të thjeshtë që hajde të rrëzojmë Edi Ramën dhe Shqipëria do lulëzoj. Duhet rrëzuar Edi Rama dhe pastaj duhet vepruar për ta përmirësuar Shqipërinë. Ndaj sot duhet jemi të bashkuar në një kaos të përbashkët dhe nesër të ndahemi me idetë tona politike që qytetarët shqiptar të kenë më në fund mundësinë të zgjedhin të lirë, të patrysnuar, të patrembur për të ardhmen që duan për kombin tonë. Sa shpresë plot jeni për suksesin e kësaj lëvizje, Mustafaj, duke parë që fatkeqësisht në Shqipëri ka patur të tilla momente që nga armët kimike, që nga lëvizja studentore, por duam apo s'duam ne pas disa ditësh ka mundur pushteti që të fusë ato telat e saj, mekanizmat dhe herë ose të bëjë një tërheqje djallëzore për ta shuar ose të bëjë edhe diçka për ta shkatruar. Një sukses protesta ka arritur, që është suksesi i simbolikës. Një sukses e ka arritur që është hedhur një hap më afër, një hap më tutje, një hap që na çon na afron me largimin e Edi Ramës. Në këtë aspekt protesta e ka arritur disa suksese të saj, duke pasur një qasje shumë pozitive për lëvizjet protestuese në Shqipëri.